Kjo tregon nivelin pedagogjik dhe nivelin që vetë Ministria e Arsimit duhet të rishikojë politikat dhe kurrikulat për këto shkolla. Pra ne kemi kërkuar që me vitet futet në sistemin e kurrikularëve, futet historia e Romës dhe egjiptiane për të gjithë minoriteteve. Kjo gjë nuk ka ndodhur. E dyta është që kemi kërkuar nëse shkolla ka mbi 65% të nxënësve janë nga minoriteti rom dhe egjiptian, të ketë një shpërndarje në shkollat që janë atë zonë, për shembull vetëm në shkollën vetëm në zonën e Kinus Studios, ne kemi 4 shkolla të sistemit vjeçar. 4 shkolla. Që këto 4 shkolla mund të bashkëpunojnë me njëra tjetrën dhe të kenë një shpërndarje të drejtë të numrave, në mënyrë që të kemi një lloj barazie dhe një lloj integrimi sa më i qartë dhe i drejtë për fëmijët. Normalisht. Përditshmëria e tyre sa më shumë kontakt kanë me njëri tjetrin. Dhe problemi tjetër është që fëmijët mbarojnë vetëm klasën e 9 dhe gjimnazin e ndërprershëm. Bu. CHI podcast.